Unë du me dëgju, du më njëllë. Unë jam të thonë kështu. Jo që s'ka pos gabime në luft. Edhe nëse e ka vrah me të kasnishin dikush. Edhe nëse e ka vrah dikon Kosovë dikush. Në atë ku. Djem nga Shqipëria do kopila, se ju gjithmonë një pjesë. I kanë morë, kanë pas marrë lek, kanë kryj punën për dreqin. Mas shumë të që kanë kryj punën. Njerës që jenë konë agatë Serbis. E jo këta djem që ja dhanë një jetë të tërë ja dhanë. Unë e jem konë edhe unë e kundërshtorë. Kështë a shumë, se më kanë leonë me vujtë, e të një më kanë me të hatë shumë që këmë dashtë. Po. Kërkoj folje, që une jo e kërkoj folje, që e vërteta jeme, është edhe me prindin dem kështu është. Tani, atje ku isha në Greki, unë e ka bërë luftë një lështiti me penë, me mëndë dhe me media. Dhe si që kam debatuar unë në mediat greke, nuk ka debatuar ndonjë tjetër nga shqiptarët e Greqisë. Dhe për ta ilustruar këtë, po të jap një informacion. Në datën 28 nëntor të 2001-shit, më vjen një ftesë nga ambasada shqiptare në Athinë, me rastin e 20 festës famvarsisë, jep i koktej për trupin diplomatik të akredituar në Athinë. Dhe në 500.000 shqiptarë, ambasadori ftoi mua dhe bashkëshortin time. Dhe kur vete atje, e takoj në hyrje të hotelit Divan, në hall të hotelit Divan Karavel, një hotel me 5 hyje, gjej ambasadorin, të jetë zotë ambasador, të jetë ta. Më thotë zotë Islami, si spjegot që s'ti njeh njëri ty në ambasadë? I thash, unë në ambasadë nuk vi se jeni tërë komunistë, thash. Që ta dish zotëri që të prezentojmë atë qikë fare si që jam, unë jam antikomunistë. Edhe pikërisht këtë ja thash edhe ambasadorit. Ambasadori qeshi. Ambasada thashë të shqiptarëve, tha, nuk është... Nese i thash, po kam një pyetje që si jap do të përgjigje. Urdo, tha, që jam këtu i thash, jam sepse kam një aktivitet cilin ju keni vlerësuar dhe unë ju falenderoj shumë. Por kam një pyetje i thash që s'po jap do të përgjigje. Si spjegohet që më ka ndaluar një oficer grek, një polis, një doganier, një drejt me të birin, të dotore, hajde këtu ti zotëri, se ti letra s'ke, lej qëndrimi s'ke, kështu si i thonë, lej punë s'ke, vjen nga bëndesi ciu-ciu për televizione, dhe aj qeshi, thot, ti ke qenë në Sky, thot, në datën 26 mars në dark, në Athinë, televizioni Sky, në datën 27 në mëngjes, ambasadori Amerikan në Athinë ka shkuar në Ministrinë e Jashtme dhe u ka thënë, ai qytetari shqiptar që folin brëm atjes në mbrojtjen tonë. Dhe unë jetën e kam të shpëtuar nga ambasada amerikane në Athinë, sepse ishte planifikuar që në datën 27 mars, deri në orën 12, unë të isha arrestuar nga shërbimi sekret grek dhe të isha zhdukur. Pra, ati ku pata mundësi unë dhe ku mu dha, ku e dija që do të bëja detyrën time si shqiptare kam bërë. Nuk isha këtu, se po të isha këtu kisha Kushërinë e dytë punin Dilaver Goxhajin shpëtim golemi se ti e ke njohur. E kom dëgju, për ta nuk e një. Nuk e di, po s'ke dëgjuar e kam dëgjuar unë ishte zëvendës shefi shtabit përgjithshëm të ushtrisë, qeverimtare të Kosovës. Po, Dilaver Goxhaj. Dilaver Goxhaj, ose shpëtim golemi. O shpëtim golemi. Dhe në ushtrinë qeverimtare të Kosovës. Bashkë me djalin ka qenë. Me Dritani. Po, Dritani. E kam njeriu tim. Po. Shpëtimin. Këtë Dilaver, mirë them. Dhe në ushtrinë qeverimtare të Kosovës nuk kanë qenë vetëm Hashim Thaçi me këta zotërit e tjerë të tre, që kam një respekt të jashtëzakonshëm se e kam dëgjuar me veshtë e mi, atë qiri me kokë të qesur, shmirin, atë tëra i. Një nga 4 arrestuarit. Recep Selimin. E kam dëgjuar 3-4 herë dhe i heq kapelen dhe këtu të më dëgjojnë ai dhe familje tja. Do më dhe më ka shprehur Shqip, ndërsa vim tek krijimi i ushtrisë qeverimtare e Kosovës. Ushtria qeverimtare e Kosovës, zotëri, origjinën e ka te Farku, që është krijuar në vitin 92-93 në Tiranë. Dhe është instruktuar, janë